kam dashur, po s'm ka dash ai, kështu që undan. Donte ai ty. Ku të gjej më mirë ai me ama? S'ka gjender më sot, hajde. Ku i kishte syt ai? 20 vjet vajti, po ja, ca nuk kanë sy, s'kan dhe mend. Jo vetëm sy, mund të kenë sy, po s'kan mend. Kështu që kur s'ka mend, çfarë të pretendojë? Gjithsesi, pavarësisht se s'të kanë dashur, ti e ke të qartë konceptin çfarë do të thotë të duash. Patjetër. A do na tregosh? Hajde. Çfarë do të thotë të duash? Çfarë është dashuria? Të duash është një ndjenjë e fuqishme që nëse është e vërtet. Që i fal çdo gjë, i bën çdo gjë. Dashuria është. Njerëzit e kanë këtë. Jo njerëzit, por dhe kafshët dhe insektet e gjitha i kanë. Po këtu tani ka ikur. Është futur interesi. Kështu që kur ka interes pastaj nuk ka dashuri. Ti ke mundësi të na tregosh edhe një anë tjetër. Çfarë do të thotë mos të duan kur ti i do? S'ka më keq. S'ka më keq, vjen duke një neglizhim. Zveur duke u shkputur. Si e kuptove që nuk të donte? Po në reagimet e tij. Reagime është bëndaj. Do më thënë bullizonte. Faktikisht unë tani e kam konceptuar që kemi njohur narcizmin. Ai kishte gjitha shenjat e narcizmit, shikonte vetëm për vete, shikonte ku të hitte balë. Unë kam qenë rrobaqese, kam punuar natë e ditë për fëmijët. Ai dhe nuk ish punuar, po hitte dhe balë. Vlerësonte për atë që ishte. Kështu që ndahet kjo. Nuk ka dashuri aty ku ka narcizëm. Shiko, unë duhet të bëj një kompliment shumë të sinqert. Ti je një femër me klasë edhe shumë sharm. Ata që duan të humbasin, lëri të humbasin dhe të rinë. I lash. Të rinë atë botën e tyre të mirë. Janë bërë pishmën, po nuk vlen. Jo ta vazhdon. I uroj të gjithë dashuruarit, sa më shumë dashuri, sa më shumë paqe, sa më shumë mirësi. Dashuria është një respekt. Dëgjove çfarë thaju ti që je dashuruar? Po ç'a fut kjo po lëre këtë? La mos i regjistro. Dashuria është një respekt ka shi njëri tjetrit, njerëzve të dashurve të tyre, të familjes, të fëmija, dashuria është kudo. Çfarë është dashuria për ty? Sinqeritet. Jam shumë dakord, se tjetë edhe pushim, e të dalin njerëzit e të bëjnë Shën Valentinin. Se vetëm kur janë pushim bëjnë dashuri njerëzit? Jo, e ditë shefit për dalë për të pi kafe, Shiko, njeriu për dashurin ka çdo ditë në dispozicion, çdo moment, çdo sekond, çdo minutë të tjerë. Si e koncepton ti dashurinë? Unë dashurinë harmoni, sinqeritet. Njëri me tjetrin. Ekziston dashuria në ditët e sotme, sinqert po flasim gjithmonë. Sot faktikisht ekziston shumë pak se janë përshon njerëzit, janë largu nga vendi lindja vetë, nga tokat e veta, nga pronët e veta, nga shtëpitë e veta. Me çfarë kanë zëvendësuar dashurinë? Nëse nuk ka më dashuri, me çfarë kanë zëvendësuar? Me largimin, me trashëgimin, me papunësinë, me spopullizimin. Ti që ke te hallet e shqiptarëve. Unë flas për dashurinë, ti më flet më për hallet e shqiptarëve. Për dashurinë. Jo, edhe hallet e shqiptarëve, dashuria është një ndjesi, është nga brenda, sa më shumë ta japësh, më shumë shtohet. Shumë e vërtet. Edhe shumë e vërtet. Sa më shumë se të afrosh afër një tjetrit, sa më shumë ka dashuri njëri me tjetrin. Ore, çe ke edhe kështu ti? Po. Pa dashuri nuk ka jetë asnjëherë në botë. Dashuria duhet mbi gjitha dhe tjerat vinë vetë. Ekziston dashuria në ditët e sotme? Atë ekziston, po shumë pak. Me çfarë është zëvendësuar? Zëvendësohet tani, nuk se ta mune zëvendësohet me shumë gjëra të tjera. Interes të thua? Me interes, normal, se leku, çdo gjë bën leku. Leku. Vazhdon leku. Faleminderit. Të lutem. Na përcjell një mesazh për të dashuruar. I bëj një falënderim të gjithë të dashuruar. Duke përshtu edhe vetin, po. Dhe ti je i dashuruar? Po normal jo. Ka sot e jetë pa dashuri. Pa tjetër. Çfarë ju uron? Ju uroj një mesazh më të mirë. Sa më shumë dashuri, aq më shumë të shtohet jeta. Kaq. Edhe e kam përvoj vetë timen. Për llojin tënden? Po. Po na trego pak për llojin tënd të dashurisë. Llojin timin, më fal, sa më shumë seks,
me bon robi, dashuri, është jeta zatët. E ke në 10 vjet e ke një vit shtes. Pa, në gjo me jam vetë, ekspert. Sa ma shumë dashuri, jeta zatët. Por, tu në Shqipëri, tu e kanë me interese shumë mija. Din të bëjnë këtu? Zdin. Me qënë se zonja është veshur dhe me të kuqe, edhe ne kemi një temë shumë të bukur, se nesër është shumë Valentin. Si e konceptoni dashurin? Dashuria është gjoja më kryesore në jetë. I lumi ai që e kalon mirë jetën me bashkëshortin. Ne kena 50 vjet bashk dhe gjithmonë e festojmë. Nuk kam mundësi me festu me kënd tjetër. Vetëm me gruan. E kuptove që tha? E kuptova mirë. Feston me ty se s'ka me këtë feston. Ja, nuk mund me festu me kënd tjetër. Nuk mundesh. Dëgjoj, ekziston më dashuria në ditët e sotme siç ka qenë? Sot ka vetëm interes, dashuri nuk ekziston më. Por është zvendësuar me interes. Është zëvendësuar me interesin. Por kjo është një keqe që është ekziston në rinin shqiptare. E ty po të përputhën se djemë të rrinë vedi e të muajt me njëri tjetër, vajzat të rrinë vedi. Po, ku keni feju mund në 78-ën, ku ka pas zërkë nënë që me mlën pa e mundojnë, ku kam hasë në i vend bukur kështë me puthë, ku tesh nuk puthë kështë më të të. Është po dhe lek, tlenë me puthë. Kush është sekreti i lumturisë tuaj dhe jetë gjatësisë? Harmonia. Na kena kalu një jetë 47 vjet i kena bon martes, dhe kena bon gati ka 50 vjet punë. Kena dalë pension në Shqipëni, pension në Itali të 2. Jetojmë. Këto normale, jetojmë mirë. Nëse ekziston ka dash Zotit dhe harmonia. Lusim Zotit vetëm shtetëve pas, edhe mas në një keq për fëmijët tonë, kaq. Gjana tjera është e naltë atje. Çfarë mesazhi do t'u jepni këtyre të rinjve të sotëm? Të rinjve të sotëm unë për vetë jap mesazhin se djalit tim në radhë parë që është menuese, të bëjnë jetën se po kanë bënë me nonën e tij. Kaq. Si janë kushtet njësoj besoj? Jo, kushtet jo, por gjithmonë rinia do të mendojnë për të ardhmen. Dashurinë e konceptoj në këtë mënyrë, për shembull që ta respektojmë njëri tjetrin, mos ta gënjejmë kur njëri tjetrin, të duhemi edhe kur kemi probleme, edhe kur s'kemi probleme, ta edukojmë fëmijët shumë mirë, kjo është dashuria jonë. Ne jemi dashuru shumë vite përpara dhe kjo ka qenë ndryshe. Sot e bëjnë shumë mirë, kjo është dashuria ditëve të sotme, por ka ato problemet e veta. Kush është sekreti i dashurisë 40 vjeçare? Ta dush gruan mi, fort edhe se. Ta ndihmosh, me thënë drejtën, ta ndihmosh për çdo gjë, mos të mendosh që tani jemi më shumë shok, jemi shok. Në këtë kohë, në këtë momente ne jemi shok të ngushtë, edhe në lidhje me fëmijët, në çdo gjë, jemi të drejtë. Unë për vetë si person jam shumë i drejtë. Jam shumë i drejtë. Kush është meta e bashkëshortit që ti ke punuar? Meta e bashkëshortit është kjo për shembull që burrat shqiptar do të jemi çik më aktiv në këto gjërat, po unë e kam shumë aktiv, i ka duret Flori. Them drejtën, nuk po flas për gjithë fisin, por ky i ka duret Flori. Okej. Një mesazh, para se shkojë te mesazh, dua të pyes, dashuria ka ndryshuar sot? Kjo është dashuri me interes, unë kur e kam marrë, unë kam qenë shumë e varfër, e varfër, jam shumë e pasur se kam fëmijë, kam çdo gjë dhe kam shumë pasuri, po ishte kohë tjetër edhe na i moj, na la neve të varfër i pi vet. Ky nuk më ka marrë për atë punë, më ka marrë se më ka dash, edhe më ka ndihmuar shumë, edhe familjen time e ka ndihmuar shumë. Një mesazh për të dashuruarit? Të dashurit e sotshëm, të dashurojnë pa kushte, të mendohen mirë për një hap që do hedhin, se dashuria unë kam qejf të kaloj në martesë, por tash secili ka zgjedhjen e vet. Të dashurojnë pa kushte, Mos mendojnë që do marrë njëri sa është i pasur, mos ju besojnë të pasurve. Se një ditë ka dy pjesë njeriu, një të varfër, një të pasur. Por që të dyja ecin paralel, në këtë kohë ecin paralel, por shumë e vështirë. Po sipas klientit gruas. Sipas deshi gruas se vashë dot. Klientit të gruas nuk e kuptova këtë. Po sipas gruas që është. Po deshi gruaja e feston, s'deshi
se penson. Jo, si e koncepton ti dashurinë si ndjen? Dashuria ditë jo. Dashuria është e para. Po sot ka dashuri? Dhe? Ekziston dashuria në ditët e Po, sot? po. Na përcjellni një mesazh për gjithë të dashuruarit. Për gjithë dashuruarit të fillojnë shumë të gjithë ata që janë të filluar, dashuruar, ashtu janë gjithë të gëzuar. Kemi 50 vjetë bashkë, që jemi martuar. Më shumë se kash nuk mund të Vetëm them. ke dashuruar? Vetëm këta. Po për vetëm zonjë ke dashuruar gjithë jetën? Po përderisa kam 50 vjet. Po mirë, kjo nuk do të thotë këtë sta besoj. Shikoj, kemi qenë 22 vjeç, kur jemi martuar. Jeni martuar me blesëri apo me Me dashuri? dashuri pra po themi. Atëherë thonë që s'ke Në aksion e njëjta djalin, në aksion e lidha pesë, për gjithnjë. në aksion. Në aksion e kurudhës, prenjës, librash prenjës. Urrëtia është ndjenja ime e keqe. Keni dashuruar ndonjëherë? Po, Sa herë? një herë dashuroj. Një herë dashuro mund të dashuroj më shumë se një herë njeriu. Ja, ato janë ndjenja po the. Futesh ke legu po the. Dashuria më e madhe është gruaja. Po fëmijët. Fëmijët janë prodhimi që në studi shqipëriare. Nga të kemi ty. Ti e qunë, se më në zhjesh televizore. Jo që ne. Qa televizore? Sot dashuria, është si shka qenë dikur? Për mu po. Dgjoj, një shprehje thot kështu ti çupe dashur. Siç është avllia, është shtëpia. Siç është prindi është fëmia. Çdo gjë është me gen. Ti je me shkollë të lartë. Ti babën e ke me shkollë të lartë. Sepse nuk lindë asi. Jo më duhet, kështu është. Edhe ta mbyll më betën unë dhe ti se mbyll kurrë. Fëmia nuk bën çaj thu ti. Fëmia bën ça bën ti.